Në samitin e NATO-s në Ankara, Edi Rama tentoi edhe një herë të luante rolin e zakonshëm të klounit protokollar, duke përdorur si simbol atletet e bardha. I shqetësuar se do të vijej përballë kritikave për situatën politike në Shqipëri dhe protestat që vazhdojnë prej më shumë se një muaji, ai duket se zgjodhi edhe kësaj radhe të përdorë lëvizje pa top, duke shpresuar që të fitonte vëmendje përmes imazhit dhe jo përmes politikës. Në një botë virtuale si kjo e sotmja, ja doli që disa portale italiane dhe turke të publikonin fotografi dhe shënime të shkurtra për atletet e tij, por në momentin më të rëndësishëm të samitit, ato atlete u shndërruan në mallkimin e tij. Sidomos kur Donald Trump nuk denjoi as ta shihte, edhe pasi sekretari i përgjithshëm i NATO-s ja përmendi pranin. Pikërisht ai vështrimi ftohtë i presidentit amerikan, duket se ishte dushi i akullt për Edi Ramën, një njeri që e njeh mirë gjuhën e trupit dhe kodet e komunikimit në samite të tilla. Natyrisht problemi nuk ishin atletet, ashtu siç nuk ishte kostumi ushtarak i Volodymyr Zelenskit, problemi në takimin e tij të parë në zyrën ovale. Çështja është gjithmonë tek mesazhi politik që përcillet. Nëse për vite me radhë Rama është toleruar të sillet si gastori i samiteve ndërkombëtare, sot situata është krejt tjetër. Ai është një nga liderët më jetëgjatë dhe më të kontestuar të rajonit, dhe në një moment të tillë mund të vazhdoj pafundësisht të ndërtoj profilin e tij mbi spektaklin. Recep Tayyip Erdogan mund të tolerohet për shumë gjëra, mund të burgos opozitën, mund të shtyp protestat, por Turqia mbetet një fuqi ushtarake me peshë strategjike në NATO. Për më tepër, Erdogan nuk e ka ndërtuar kurrë profilin e tij ndërkombëtar mbi Karagjozllëkun protokollar. Pikërisht për këtë arsye, në takimin me Emmanuel Macron në Paris, Edi Rama shkoi krejt ndryshe. Pothuajse si Volodymyr Zelenski në vizitën e tij të dytë në Washington, kur vendosi të vishej me kostum. Një përpjekje për zbutur klimën politike, sidomos me njeriun që ai konsideron kundërshtarin kryesor në atë sallë, kancelarin gjerman Friedrich Merz. Shqipëria nuk ka qenë pjesë e takimeve të koalicionit të vendeve mbështetëse të Ukrainës, jo sepse nuk është pro-Ukrainës, por sepse nuk ka peshën politike dhe ushtarake që të jetë faktor në ato tryezë. Megjithatë, sipas burimeve pranë mazhorancës, Rama ka lubuar fort për të qenë i pranishëm në mjediset ku zhvilloheshin bisedimet. Madje thuhet se është kërkuar edhe një ndërmjetësim për të realizuar një takim me kancelarin Merz. Në Tivat, që takimit të tyre të shkurtër, Merz, sipas të njëjtave burime, i kishte kërkuar të kthehej në Tiranë dhe të fliste me qytetarët që kishin dalë në rrugë. Këtë herë, sipas shumë gjasave, Edi Rama po zhvillon përpjekjen e tij të fundit për ndalur valën e dytë të krizës politike që pritet në vjesht. Me Erdoganin, sipas këtij interpretimi, ai zgjodhi kompromisin, duke planuar mbylljen e Universitetit Bedër dhe duke hapur rrugën për zgjerimin e pranisë së institucioneve arsimore turke në Shqipëri. Por me Friedrich Merz, gjasat duken shumë të vogla, edhe pse sipas burimeve, të herë në rol ndërmjetësi është futur vetë presidenti francez Emmanuel Macron.